Ka njerëz që hynë histori me tituj, dhe ka tjerë që hynë histori me zemër. Papa Francesku ishte i dyti, një njeri që nuk zgjodhi të sondoj, por të dëgjoj, që nuk e ngriti gishtin, por zgjati dorën, që nuk e fliste botës nga lartë, por e shihte në sy. Ai nuk erdhi për të tregu sa i madh është papa, por sa e rëndësishme është mirësia, sidomos në kohë të vështira kur njerëzit mbyllen brenda vetes si në bunker. Francesku na mësoi se të jesh i mirë nuk është naivitet, por forcë. Që të jesh i butë nuk do të thotë të jesh i dobët. Na mësoi të mos kemi frikë nga lotët as nga pyetjet. Na mësoi të flasim më pak për dënime dhe më shumë për mëshirë. Të mos përjashtojmë, por të përqafojmë. Ai foli për emigrantët, për të varfrit, për të harrumt, por në fakt po fliste për secilin prej nesh, në momentet kur ndihemi vetëm, të vegjël e të papërkrahur. Papa Francesku nuk donte të ishte i përkryer, por i vërtet. Dhe kjo ishte forca më e madhe e tij. Sepse bota nuk ndryshohet vetëm me fjalime. Bota ndryshohet kur një njeri me zah të qetë guxon të thotë, unë besoj te ti, edhe kur ti nuk beson më te vetja. Kjo ishte trashëgimia që na la Papa Francesku. Një kujtesë e butë që njeriu me gjithë gabimet e tija është ende i denjë për dashuri, për shpresë dhe për dritë.